Nëna e një djaloshi ishte në gjendje kritike dhe shtrihet në spital. Një ditë, mjekët e lajmëruan djaloshin se gjendja e nënës së tij është shumë e keqe dhe nuk shpresohet për të shërim dhe në çdo moment mund të ndëron jetë. Djaloshi doli nga dhoma e nënës së tij, i mërzitur për gjendjen e saj. U nis drejt shtëpisë. Nuk mundej të rinte i qetë në shtëpi, larg nënës së tij, dhe prap vendosi të kthehet. Rrugës ndaloi me një pompë benzine, kur poshtë makinës së tij pa një karton me një mace në të, e cila sapo kishte lindur mace të vogla, dhe numri i tyre ishte i madh. Ato të voglat nuk mundeshin të ecnin, dhe tha në vete: kush do t'ju sjellë atyre ushqim duke qenë ato në këtë gjendje? Hyri në shitore, ble ushqim, e vendosi përpara tyre dhe u nis për në spital. Kur hyri në dhomën e nënës së tij, mbeti i shtangur dhe i ra nga dora gjëra që i kishte bler për nënën. Nëna e tij nuk ishte në dhomë. Mendoi se kishte ndëruar jetë. Shkon dhe e pyet motrën: ku është nëna? Motra i përgjigjet: gjendja e nënës tuaj është përmirësuar, prandaj e larguam nga dhoma e përkujdesjes së veçantë dhe e vendosëm në një dhomë tjetër me pacientë të tjerë. Djali me shpejtësi shkoi në dhomën tjetër dhe e pa nënën e tij. Gjendja ishte përmirësuar. Pasi e përshëndeti, e pyeti se çka ndodhi me të. Nëna ju përgjigj: duke qenë në atë gjendje, pa vetdije, pash në ëndër një mace dhe të vegjëlit e saj, i kishin ngritur duart dhe luteshin për të. I lartësuar është Allahu, i cili i largon belat. Shëroni të sëmurit me sadaka. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, na porositi. Frikohuni nga zjarri, qofte edhe me një gjysmë hurme. Allahu i madhëruar thot: dhe nuk ka asgjë që nuk e madhëron atë, duke lavdëruar, por ju nuk e kuptoni madhërimin që i bëjnë ata.